210 kuti të 11 majit në 12 qarqe të vendit të përzgjedhura në mënyrë rastësore elektronike do t'i nënshtrohen verifikimit pas zgjedhor duke nisur nga data 3 dhjetor në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Ky verifikim vjen si hapi i fundit për të gjetur shkelje të rastësishme të ndodhura gjatë procesit zgjedhor të 11 majit, të cilat më pas do të referohen në Prokurorinë e Posaçme Antikorrupsion. Teksa vendimi përfshin 5% të gjitha kutive të votimit pa përjashtuar kutitë e diasporës, sërish ky proces do të kursej kutitë që më herët ju nënshtruan procesit të rinumërimit nga ankimet e subjekteve zgjedhore. Nuk përfshihen në procesin e përzgjedhjes kutitë e votimit të cilat janë rinumëruar përgjatë procesit të shqyrtimit të ankimimeve për zgjedhjet për kuvend të datës 11 maj 2025. Nuk përfshihen gjithashtu në procesin e përzgjedhjes të gjitha kutitë e votimit të cilat janë në proces të hetimit penal, për të cilat ka vendim sekuestrimi apo për të cilat jemi në pritje të një vendimi të tillë. Qëllimi i këshyrës pas zgjedhore e fletëve të votimit dhe materialit zgjedhor është verifikimi i rregullsisë dhe saktësisë së veprimtarisë së administratës zgjedhore përgjatë administrimit të procesit dhe vlerësimin e numërimit të votave, por që rezultatet, cili do që të jenë, nuk do të ndikojnë në rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve të 11 majit.